Një shtetas 29 vjeçar nga Puka është arrestuar nga uniformat blu. Prangosja e tij ka ardhur bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative se një shtetas do të transportonte drejt Kosovës një sasi lëndë narkotike dhe lëndë eksplozive. Organizuan dhe finalizuan operacionin policor të kuduar varkëtari. Si rezultat i këtij operacioni u arrestua në flagrancë një shtetas 29 vjeç banues në Pukë. Ky shtetas u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë në fshatin Dushaj, duke lëvizur me automjetin tip Volkswagen, në të cilin kishte fshehur në brendësi të bagazhit lëndën narkotike, eksplozivin dhe municionin luftarak, të cilat dyshohet se i kishte transportuar me vark nëpërmjet liçenit nga fshati Aprip i Pukës deri në Tropoj, ku kishte parkuar automjetin me qëllim shmangjen e kontrollit të policisë. Në bashkëpunim me prokurorinë dhe me homologët e Kosovës, vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti, me qëllim identifikimin dhe kapjen e personit që do t'i blinte në Kosovë.